Imagjino si kur je në një anije në mes të oqeanit dhe ajo varkë përmbyset, dhe ti mbetesh i bllokuar poshtë saj, thellë në ujë, duke mbijetuar vetëm në një xhep ajri. Tani, historia fillon me këtë djalë, Harrison. Harrison është 29 vjeç, jeton në Nigeri, dhe tipi ka një punë interesante. Ai punon si kuzhinier në një anije detare, pra gatuan ushqim për ekuipazhin. Por një ditë në vitin 2013, gjithçka ndryshon, sepse është duke punuar në një anije që ndodhet rreth 20 mile larg bregut dhe është herët në mëngjes. Harrison sapo është zgjuar dhe ende nuk është veshur. Ai shkon në tualet, siç bën njeriu në mëngjes, dhe ndërsa është ulur aty papritur, bam, një valë gjigante godet anën e anijes dhe gjithë anija përmbyset dhe kthehet përmbys. Harrison bie nga tualeti në tavanin që tani është bërë dysheme, me tualetin si për ti, dhe pa pasur kohë të reagoj, tualeti bie dhe i godet kokën duke mbuluar në mbeturinë. Dhe nëse kjo nuk mjafton, dritat fiken, sepse anija humbi energjinë. Tani është në errësirë totale, por bëhet edhe më keq. Uji fillon të hyjë në tualet. Normalisht Harrison është në panik. Përpiqet të hap derën me zi del, por e hap. Anija është plotësisht e përmbysur, kështu që ai nuk ka asnjë ide se ku është çfarë. Ai vrapon drejt asaj që mendon se është dalja. Aty janë edhe disa anëtarë të tjerë të ekuipazhit, tek një derë e papërshkrueshme nga uji, duke u munduar ta hapin, por ajo nuk hapet, ndërkohë uji po ngrihet përreth tyre. Kështu që Harrison thotë, mbaroi kjo punë dhe vendos të notojë në drejtimin tjetër, sepse tashmë uji është aq lart sa mund të notojë. Dhe papritur bum, një rrymë uji e godet dhe tërheq më thellë në anije. Aty ai përfundon në një tualet tjetër dhe dera mbyllet pas tij. Ky tualet është plot me ujë, por jo deri në maj, duke krijuar një xhep të vogël ajri. Ndërsa pjesa tjetër e anijes fundoset, Harrison mbetet në këtë tualet, në këtë xhep të vogël ajri ku mund të marrë frymë. Në errësirë ai dëgjon disa anëtar të ekuipazhit jashtë derës duke bërtitur për ndihmë. Harrison përpiqet të dalë nga dhoma, por aksidentalisht thyen dorezën e derës. Ai dëgjon anëtarët e ekuipazhit të heshtin një nga një dhe mendon, super, shpëtuan, dolën jashtë. Por nuk ishte ashtu. Harrison nuk e di që të gjithë të tjerët në anije kanë vdekur. Ai është i vetmi mbijetuar. Më vonë arrin të hap derën e tualetit dhe del në një kabinë. Aty gjen disa jelek shpëtimi dhe disa elektrik dore. Problemi i madh është se jashtë këtij xhepi ajri të gjitha korridorët janë plot me ujë dhe ai nuk ka kapacitet frymëmarrje për të notuar derit e dalja, kështu që gjen një palë rroba pune dhe i pret në shirita për të bërë një litar. Nëse tenton të notojë derit e dera, mund të përdor litarin për të kthyer te xhepi ajri. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, ai është vetëm në pjesën e poshtme i veshur dhe janë thellë në oqean, kështu që uji është akull. Ai ka frikë se do të vdes nga i ftohti, kështu që fillon të shqyej panele druri nga tavani dhe ndërton një lloj trapi të vogël për të mbajtur mbi ujë. Ulet mbi të për të mbrojtur pak nga i ftohti. Kërkon në disa çanta dhe gjen disa sardele dhe një kanaçe Coca-Cola dhe fillon të ushqehet, sepse është e vetmja gjë që mund të hajë dhe pi aq kohë sa do të mbetet atje. Ndërsa gjori Harrison rri në atë xhep ajri në errësirë i ngecur, fillon të ndihet i shkëputur nga gjithçka. Nuk ka asnjë ndjenjë kohe, nuk e di sa ka kaluar dhe ai nuk e di se askush në sipërfaqe nuk po e kërkon, sepse të gjithë mendojnë se nuk ka të mbijetuar. Ai mund të ndjejë vibrimet të zbeta të anijeve në sipërfaqe, pothuajse 30 metra mbi të. Kjo e bën të kuptojë sa thellë ndodhet. Dhe po të arrinte tek dera dhe të dilte nga anija, gjithsesi do të mbytej, nuk do të arrinte sipërfaqen. Dhe sikur të mos mjaftonte, disa gaforë deti kishin hyrë brenda anijes dhe më pas tek ai. Sapo e gjejnë, fillojnë t'i kafshojnë trupin. Kalojnë pothuajse 3 ditë. Harrison në shente atje, ende pa ha sardele dhe Coca-Colën, ende kafshojnë gaforet. Por pjesa më e keqe është se xhepi i ajrit ka vetëm një sasi të kufizuar oksigjeni, po i mbaron ajri. Ai e di që duhet të dalë prej ande. Por më në fund, një shpresë. Në sipërfaqe një zhytës vjen të vendos një bojë paralajmëruese mbi anijen e përmbytur, që anijat e tjera të mos përplasen. Poshtë, Harrison e dëgjon zhytësin. Fillon të bërtas dhe godas anijen për të dëgjuar, por zhytësi nuk e dëgjon. Harrison ende nuk ka sens kohe, nuk e di nëse ka kaluar ora apo ditë,
por në një moment ai sheh një reflektim të zbetë dritën e errësirë dhe mendon: kjo mund të jetë diçka. Zbret nga xhepi i ajrit dhe përpiqet të notojë drejt burimit të dritës, por mbaron në ajër dhe duhet të kthehet tek xhepi përsëri. Por nuk dorëzohet, merr frymthell dhe shkon përsëri dhe atëherë sheh një zhytës që po noton. Zhytësit kishin ardhur të kërkonin trupat e viktimave për të identifikuar dhe varrosët. Zhytësi sheh Harrison, po mendon se është një kufon tjetër, derisa Harrison i kap dorën. Në vend të bërtiste nga tmerri, zhytësi madje regjistron momentin. E gjete një, po, është gjallë, mbaje aty, mos e lëviz. Harrison kthehet në xhepin e ajrit për të marrë frymë dhe zhytësit e ndjekin dhe filmojnë vendin ku ka mbijetuar. Pastaj çojnë në një kapsulë zhytje dhe më pas në një dhomë dekompresimi ku duhet të qëndrojë edhe 3 ditë të tjera sepse ndryshimi i presionit mund ta vriste. Pas 3 ditësh më në fund lejohet të dalë në sipërfaqe dhe ai mbijeton. Dhe ja ku vjen pjesa më e bukur. Harrison ishte aq i frymëzuar nga zhytësit që e shpëtuan sa më vonë u bë vetë zhytës. Historia e Harrison është një dëshmi tronditëse e forcës së njeriut për të mbijetuar dhe në rrethana që duken plotësisht të pamundura, i vetëm, në errësirë, i ngrirë, i uritur, i plagosur dhe pas një shpresë reale shpëtimi, ai zgjodhi të mos dorëzohej. Frika, vetmia dhe vdekja që e rrethonte ka çdo anë nuk e thyen, por e shtyn të luftojë edhe pak, edhe 1 minutë më shumë, derisa ajo minutë u kthye në 3 ditë dhe 3 ditët në shpëtim. Kjo histori na kujton se shpesh, edhe kur bota beson se gjithçka ka marrë fund, vullneti i brendshëm mund të jetë drita e vetme që na mban gjallë. Harrison jo vetëm mbijetoi, por e ktheu traumën e tij në inspirim, duke u bërë më vonë zhytës, një simbol i guximit dhe mirënjohjes ndaj jetës. Në fund, kjo nuk është vetëm histori për fatin e mirë. Është histori për këmbgulje, shpresë dhe faktin se njeriu është shumë më i fortë se sa mendon, veçanërisht kur refuzon të dorëzohet.